Në radhë të parë, Zaharova është domethënë edhe kjo një farë, është zëdhënësja e ministrisë së jashtme gjithsesi. Ajo mund të ketë edhe qëndrimin e vet personal, mirë, por ajo bën deklarata të tilla, ajo bën në emër të ministrisë së jashtme dhe ky është qëndrimi i qasja e ministrisë së jashtme ruse. Dhe mendimi i tyre, domethënë, për Albin Kurtin dhe për atë që ndodh në Kosovë. Të japësh një vlerësim të kësaj deklarate është, besoj, e panevojshme sepse është gjithçka e qartë. Jo, absolutisht është e qartë, Misha, por ndërkohë doja të tërhiqja vëmendjen me një tjetër deklaratë të zotit Lavrov, i cili përpiqet të bëj loj fjalësh me Serbisë dhe Bashkimit Evropian. Ai thotë, është thënë vazhdimisht se ardhmja e Serbisë është në Bashkimin Evropian, por Bashkimi Evropian thotë, së pari duhet ta njihni pavarësinë e Kosovës. Domethënë, duhet ta poshtroni veten dhe pastaj të pajtoheni plotësisht me çdo lëvizje të politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, përfshirë sanksionet kundër Federatës Ruse. A është kjo një gjë dinjitoze për të bërë nga pikpamja e Brukselit? Kjo ishte deklarata e zotit Lavrov. Po, kjo është politika e Rusisë në këtë moment dhe domethënë ministri i jashtëm i Rusisë Lavrov pasqyron këtë politikë. Qëndrimi i tij është i qartë, ashtu siç është dhe i qartë dhe qëndrimi i Zakharovës. Domethënë, nga ana tjetër, situata është e tillë që Rusia nuk mund të influencojë shumë në, le të themi, në lëvizjet e Serbisë në drejtim të perëndimit, kjo edhe për shkak të aftësisë apo të mundësisë së Vučićit për të lëvizur në drejtim të perëndimit. Gjithmonë, domethënë, interesat e Serbisë kanë qenë nganjëherë edhe të ndërthurura me Rusinë, por edhe nganjëherë në kafë të kundërt, dhe që mund të kujtojmë historikisht që në kohën e Titos, që gjithmonë domethënë ka pasur edhe fërkime dhe tjerë, por në vjen e përgjithshme sigurisht që Rusia gjithmonë e ka përkrahur dhe mbështetur Serbinë dhe kështu do të jetë edhe në të ardhmen. Misha, pyetje që ja bëra të dy panelistëve të tjerë, afrimi i Kosovës me NATO-n do të ishte problem për Moskën zyrtare, me gjithë këtë angazhim kaq energjik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Po, nga njëra anë do të ishte një pakënaqësi e qartë, po nga ana tjetër çfarë mund të bënte Rusia nëse Kosova do futej në NATO? Nuk kanë në dorë edhe mundësi të bëj opozitë kësaj tendence. Gjithsesi, rruga e Kosovës është drejt NATO, sepse atje është Shqipëria. Dhe në radhë të parë, domethënë, duhet menduar në këtë kah pozitiv. Sepse nesër dej mund të futet edhe Serbia në NATO, po interesi i Kosovës në momentin që futet në NATO dhe me shpresë edhe në Bashkimin Evropian, pse jo, kur vendet të tjera pretendojnë, pse mos pretendojë edhe Kosova. Atëherë, domethënë, dhe mundësitë për një shtet shqiptar do të jenë më të mëdha, për një shtet unik. Po, ndërkohë, zoti Hoxha, doja që ta vazhdonim bashk.